Në seancën e sotme plenare, deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi foli për situatën e Bashkisë Lushnjë dhe banorëve të saj, ku gjendja vazhdon të jetë pa shpresë, edhe pse jemi pas zgjedhjeve dhe qytetarët lushnjar votuan masivisht për fitoren e Partisë Socialiste. Nuk ka njësi administrative e cila nuk punoj orar dhe pa orar dhe mas orës 4, jo me premtimi si të ngrihesh detyrë, po me premtimi si do të hiqesh nga puna në rast se nuk e bënte një gjë të tillë, sistemin e patronazhimit. Ikën të deleguarit dhe 2 nëndelegumit për çdo njësi administrative. Iku drejtori i OSHE-s, ikën gjithë të tjerë me radhë që premtuan se bujku do të vadiste me një sistem ujë të gazuar. Deri këtu arritën premtimet. Sot kemi gdhirë prapë si para 6 muajve. Hallë mbi hallë, shalqiri pas shit, gruri që ka 2 vjet që nuk mbillet edhe nuk shitet normalisht. Sot në vend të lopëve kemi vajin e palmës. Patjetër sepse të gjithë ata baxhat që kishim radhë u premtua që jepini deftik tani. Ngopeni me vaj palme të haj populli, se zgjedhjet u fituan.